Në një bisedë të fundit mes Valbonës dhe Gjestit, tensionet rreth marrëdhënies me Eglin kanë dalë në pa, duke e bërë situatën akoma më të ndërlikuar. Nelin, Valbona i ka dhënë Gjestit një këshill të rëndësishme, duke i thënë se duhet ta përqafojë Eglin si një shoqe. Kjo sugjerim duket se ka sjellë në sipërfaqe ndjenja të komplikuara, dhe Gjesti e ka përshkruar situatën e tij në një mënyrë të fortë. I zhgënjur nga pozita e tij, ai shpjegoi: "Këtë e ka hëngër dreqi. I kam thënë këtu do të ta fusin të gjithë. Tani më gjuhet mua. Unë thjesht dua komunikim, nuk dua me qenë bashkë me Eglin. Dua të merrem vesh, të falim njëri tjetrin, Nelin. Megjithatë, Gjesti ndjen se nuk është vetëm ai që ka mbajtur ngarkesën e ndjenjave. Ai e theksoi se edhe Eglin ka kontribuar në këtë situatë. Nuk është vetëm ajo e pastër, edhe unë jam i ngarkuar edhe i lënduar. Të dy kemi pas faj, jo vetëm unë. Nuk mundesh të mi hedhësh të gjitha mua faje. Unë ja kam treguar të gjitha gjërat, tha Gjesti, duke kërkuar një farë drejtësie për veten e tij. Çështja e marrëdhënieve ndërshoqërore është një temë e përhershme që ndikon në shumë individ. Shpeshherë, ne e gjejmë veten në situata ku ndjenjat e lënduara dhe tensionet e pabesueshme krijojnë një barrierë për komunikim të ndershëm. Nelin, ky është rasti i Gjestit dhe Eglin. Ajo që fillimisht duket si një ndarje e thjeshtë, në të vërtetë ka origjinën në një varg ndjenjash të thella dhe përvojash të zakonshme, që kanë nevojë për miratim dhe falje. Nelin, Valbona, si një shoqe dhe dëshmitare e zhvillimeve, paraqet një rol të rëndësishëm në këtë dinamike. Ajo ndihmon që të krijohet një hapësirë për reflektim dhe kuptim mes dy individëve që përballen me një histori të përbashkët. Një pyetje e rëndësishme është: si mund të inicohen komunikimi dhe pajtimi pas një ndarjeje të tillë të